Territori i Kosovës për datën 29 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:16 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:04 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 4 deri në 9 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj 4 deri në 10 gradë Celsius. Pej 4 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 12 gradë Celsius. Malishev 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 4 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 9 gradë Celsius. Suharek 5 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 10 gradë Celsius.